Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala adh-dhalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam al-mab'uth rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Falenderojmë Allahun për të gjitha të mira që na ka dhënë. Por më tepër musliman që na ka bërë. Falenderojmë Allahun xhaleshanu i cili na mundsoi, pasi na mundsoi të lindim si musliman, me prind musliman, të jetojmë si musliman. Dhe i lutem në madhërisë së tij që edhe momentet e fundit nga kjo botë të dalim me iman të paluhatshëm inshallah. Dhe kjo është ajo që duhet të jetë sinimi janë, që duhet ajo që duhet na mundonet gjithë jetën tonë se si do ta përfundojmë jetën këtë botë, se ka njerëz të cilët jetojnë lindin musliman, jetojnë si musliman dhe vdesin si jo musliman. Po ka dhe të tjerë të cilët lindin musliman, jetojnë si musliman dhe vdesin si jo musliman ose si musliman. Dhe ka të tjerë të cilët lindin musliman, jetojnë si jo musliman dhe në momentet e fundit vdesin me iman. Allahu na mundsoft neve të vazhdojmë të jetojmë si musliman edhe ta dorëzojmë shpirtin me iman. Normal salavatet dhe selamet ja dërgojmë shpirtit e Muhammedit alayhi salatu wassalam, i cili erdhë dhe nuk kursej kohë dhe mund që të na tregone se si duhet të jetohet për atë të cilën ne e dëshirojmë të jetojmë si musliman dhe të vdesim si musliman. Ai është shtymbëlltira më e mirë për të cilën edhe vetë Allahu xhaleshanu na ka urdhëruar Kur'an që ta marrim si shembulltir për jetën tonë. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman yarjullaha wal yawmil akhir. Ju shembull më të mirë për jetën tuaj e keni shembullin e jetës së pejgamberit alayhis salam. Do të ta shohësh se si do të jetosh në këtë dynja i lumtur, i gëzuar, fitimtar, të cilën të gjithë të duna që t'jemi fitimtar, të kemi rahati, pa dyshim se këtë gjenë në jetën e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Dhe ata të cilët e kuptuan më mirë këtë porosi ishin sahabët e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Dhe ato ditën ta ndreqin jetën e tyre duke e marrë si shembulltir jetën e pejgamberit alayhis salatu wassalam. E kishin model. Dhe për atë prej sahabeve ishin numri shumë i madh i sahabeve. Dhe kush konsiderohet sahab? Sahabët ishin ata të cilët jetuan në kohën e pejgamberit dhe e pan pejgamberin, jetuan me pejgamberin, po qoftë edhe për një kohë, periudhë të shkurtër. Se ka pas të tjerë të cilët kanë jetuar në kohën e pejgamberit, por nuk e kanë pa pejgamberin dhe nuk quhen sahabët pejgamberit. Nuk quhen shokët e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Unë nuk do të foli për vlerën e sahabëve në përgjithësi, pasi që ato Allahu i ka vlerësu dhe vetë pejgamberi alayhis salatu wassalam ku tha khairu ummati men ursiltu ilehim. Populli më i mirë nga ummeti jem është ata këtë cilët unë u dërgova. Këto janë më të mirët. Dhe të mirët prej ka të mirë dhe ka më të mirë. Po kush e bën më të mirë? Çka duhet, pse duhet të jenë të mirë dhe më të mirë? Nga cilësitë të cilët ato i posedojnë, nga punët ata që e bëjnë, ato dallohen nga të tjerët. Dhe një prej atyre i cili u dallu nga gjithë këta edhe më tepër, për të cilën edhe vetë pejgamberi alayhis salatu wassalam tha, sikur imani i të gjithë ummetit deri në ditën e kiametit të vendohet në një anë të vagës dhe imani i Ebu Bekrit në anën tjetër do të peshone më shumë imani i Ebu Bekrit. Dhe ne sot inshallah shkurtimisht do të folim për këtë sahabi. Ai ishte i veçantë
në mesin e sahabëve, ishte i veçantë në humanitet, ishte i veçantë në vendosmëri, ishte i veçantë në çdo aspekt të jetës, në çdo gjë. Edhe për atë pejgamberi alayhi salatu wassalam tha: të gjithë që më kanë ndihmu me një forme va kemi kompenzu, përveç Ebu Bekrit, atë kemi lënë Allahu t'ja kompenzone, se s'mundena. S'ka mundësi. Gjithve tjeve sahabëve që më kanë ndihmu, në një formë va kemi kompenzu, veç Ebu Bekrit jo. Tash Ebu Bekri është edhe njëri prej 10 të përgëzuarit me xhennet. Unë shkurtimisht se të folish për jetën e Ebu Bekrit. Është një jetë si ai që ishte i veçantë dhe jeta e tij është e veçantë. Dhe tregohet se edhe sahabët dhe tabiinët va kanë mësu fëmijëve jetën e Ebu Bekrit ashtu si va kanë mësu suret e Kuranit. Shemi sa e veçantë është jetë. Sahabët, shokët e pejgamberit dhe tabiinët, gjenerata e ditë, i va kanë mësu fëmijëve jetën e Ebu Bekrit ashtu si që va kanë mësu suret e Kuranit. Do thotë është shumë e bollshme. Është shumë fritzane. Dhe unë shkurtimisht ndalem të folim pak për jetën e Ebu Bekrit dhe do ta ndaj në 3 periudha. Periudha e parë është nga lindja deri në pranim të Islamit, dhe e dyta nga pranimi i Islamit deri në pranim të udhëheqësisë së muslimanëve për vdekjes së pejgamberit alayhis salatu, pas vdekjes së pejgamberit alayhis salatu, dhe e treta prej momenti që pranoi të jetë si krijetari i muslimanëve, të jetë udhëheqësi i muslimanëve deri në momentin në vdekjen e tij. Ebu Bekri, emri i tij ka qenë Abdul Kabe, robi i Kabes. Dhe ka mendime tjera se ka pas edhe emra tjera, por Ebu Bekr nuk ka qenë emër, ka qenë pseudonimi i tij. Dhe e kanë emnuar me pseudonime, me disa pseudonime të shumta, që edhe këto pseudonime ka që edhe pejgamberi që ja ka dhënë, që ja kanë dhënë njerëzit, po që ja kanë dhënë dhe pejgamberi, po ka edhe që edhe Allahu i ka dhënë pseudonime në nofka në Kur'an. Unë do të ndalim pak që se këto pseudonimet nuk do t'i përmendim krejt, do t'i përmendim vetëm disa ata të cilët i ka pas edhe para Islamit. Para se të pranon në Islam. Ai ka lind nga një prind që ka qenë Kureshi, Mekas. Dhe familja e Ebu Bekrit në atë rënditjen e sinxhirit të familjes, prejardhjes, takohet me pejgamberin në brezin e 7. Kurse nga nana takohet me pejgamberin në brezin e 6. Baba i tij e ka pas emrin Uthman bin Amr, me nofkën Ebu Kuhafe. Ky Islamin e pranon, por e pranon në pasti në ato momentet kur e çlirojnë Mekë dhe ka qenë mosh. Kurse nana e tij e ka pas emrin Selma dhe nofkën e ka pas Umul Khair, nana e mirësisë. Dhe kjo Islamin e pranon në ditët e hershme të Islamit. Dhe thuhet ka qenë dikund numri i muslimanëve 38. E pse si erdhi në pranimin e Islamit, sa inshallah do të tregoj. Pra lindi thuhet 2 vjet e 6 muaj me një transmetim mbas vitit të elefantit. E me një transmetim 3 vjet mbas vitit. Kush është viti elefantit? E dini shumë mirë që atëherë
në atë vit kur ka lind pejgamberi alayhis salatu wassalam, kur Ebrahaja, mreti i Jemenit, mur ushtrin në krye me një elefant që jam mësiu ose e kish qëllimin që ta prishë qave. Dhe në atë vit lindi pejgamberi, do të thotë Ebu Bekri është 3 vjet apo sipas një transmetimi 2 vjet e 6 muaj më i ri se pejgamberi alayhis salatu wassalam. Edhe si jo musliman, edhe pa e pranu islamin, ka qenë shoku i pandar i pejgamberit alayhis salatu wassalam. Dhe ka qenë një prej njerëzve me autoritet të lartë në mesin e Kurejshve, në mesin e Mekasve. So që ka marrë pjesë në odat e burrave të mëdhej si Ebu Sufjani, Ebu Gjehli, këtu me ato që kanë qenë, dhe asë një vendim nuk është marrë pa votën e këtij Ebu Bekrit. Por çdo kund e kanë marrë. Dhe ka qenë i thënë, i veçantë edhe para se të pranon e islamin, ka pas njohuri të shumta, sa që shumë njerëz janë drejtu dhe kanë marrë këshilla nga Ebu Bekri. Dhe kanë ditë atëherë, edhe pse s'kan pas iman në Allah, po kanë ditë t'i vlerësojnë njerëzit e mençur. Dhe Ebu Bekri ka qenë një për atyre që ka qenë edhe prej tregtarëve më të aftë, është marrë edhe me tregti, ka pas pasuri shumë. Dhe qysh para islamit nofkën ja vëndojnë, unë do të përmendi vetëm një 3 nofka të tij se ka shumë. Njëna ka qenë Atik. E çdo një emër në gjuhën arabe ka kuptime të shumta. Edhe një prej kësaj Atik e ka kuptimin bukurosh. Ka qenë shumë i pashëm. Ka pas fizionomi të bukur të mirë. Dhe nga që e ka mëndu Atik. Kurse pejgamberi alayhis salatu wassalam e ka quajtur ti je Atik, ka dhe kuptimin shpëtim. Ti je i shpëtuar nga zarmi i xhehenemit. Ja. Nofka tjetër që e ka pas edhe në kohën e ignorancë xahiljetit para islamit, ka qenë edhe Ebu Bekr. Po çka do të thot Bekr? Thot Bekr do të thot devja e re. Dhe ki ka pas shumë njohuri, dituri në lidhje me jetën e deveve. Dhe i ka dash devet, dhe o marrë me ata, dhe njëtën kohë e kanë quaj si pronari i deveve, Ebu Bekr. Kuptim tjetër që Bekr është Bekra, do thotë se ki ka qenë për herë i pari. Për çdo gjë. Ka qenë i pari, do thotë i hershët, i pari, për herë. Edhe për atë e kanë mëndu edhe nofkën Ebu Bekr. Tjetra është nofka tjetër, Siddik. Thuan Siddik e ka pas nofkën edhe para se të vinin në islam. Por disa dietarë thuan se këtë e ka barë që atëherë kur pejgamberi alayhis salatu wassalam shkojnë në Isra dhe Miraj. Dhe kur u kthi nga Isra dhe Miraji, ju tregojnë njerëzve se kam qenë brenda natës, në Kuc, pastaj mbi 7 ka qiell dhe ju më kthi brenda natës. Dhe këto tash e kanë shfrytzuar rastin që shkojnë tash ke Ebu Bekri, t'ja tregojnë se çka është të thonë shoku jot. Ndoshta kjo ai debinde se është jo e pamundshme. Edhe dhe t'ja kthehen në shpinën pejgamberit Muhammedit alayhis salatu wassalam. Por çka ndodhi? Kur shkon ato i thanë ta, a ke ndëgju çka thot ai
shoku jot, ai miku jot, çka është të thanë? Është kështu, dhe ja tregojnë se ka shkuar me ndanatës, ka thënë, Ebu Bekri ka thënë, ai ka thënë ai. Ai ka thënë Muhammedi alayhi salatu wassalam këtë që ma thoni ju. Tha po e ka thonë, unë i besoj, se unë i besoj edhe i çka më të madhe nga ajo, se unë besoj se i vjen shpallja nga qielli. Edhe këtu thot pejgamberi alayhi salatu wassalam e vendon emrin Siddiq, i sinqert. Thot edhe sikur imani i të gjithë njerëzve, ummetit tim, deri në ditën e Kiametit, po të vendohet në një anë të vagës, e imani i Ebu Bekrit në anën tjetër do të kishte peshu më tepër imani i Ebu Bekrit. Se të gjithë që i kom thirrë në Islam, të gjithë janë mendu, a të pranojnë a mos e pranojnë. Edhe mas e ndaj ma vonë kanë pranu, por do të janë vënu, kanë hinë në dyshim, apo janë habit, sën kanë marrë vendim me njëherë, përveç Ebu Bekrit. Ai pa u hamend, e të shqepra në Islamin, periudaj. Thot Hazreti Aisha, Ebu Bekri, baba im, gjithmonë rrinte me pejgamberin alayhi salatu wassalam. Edhe para se ai pranone pejgamberllëkun. Dhe një ditë doli me vrap, me shpejtësi nga shtëpia, folën për Ebu Bekr. Sikur i përmallut. Dhe unë e kuptova se ka me shku ke shtëpia e pejgamberit alayhi salatu. Ala ajo se dinte se është pejgamber. Edhe ki se dinte se i ka ardhur pejgamberllëku. Dhe me vrap doli dhe kur shkoj e takoj pejgamberin alayhi salatu wassalam. Dhe i tha, jemi përmallu, na mungon në mexhliset tona. Ku je? Atëherë i thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, afro o miku jam. Tha unë jam i dërguar si pejgamber. Unë thiri në besim në një Zot të vetëm. Se nuk ka adhurues tjetër përveç ti. Dhe unë jam i dërguar i ti. Si shumë të dërguar para me. Ki pa hamendje, pa u mendu, as pak, tha ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Pastaj ka edhe variante tjera që tregojnë se si e ka pranu Islamin, po mendoj që mos humbim shumë kohë nuk hinë në ato. Dhe prej këtij momenti pranoi Islamin. Çka bëni Ebu Bekri, o vëllezër? Këtu është ajo që duhet ta marrim mësimi. Çka bëni? Momentin që e pranoi Islamin, brenda ditës me një transmetim thotë 5 vetë tjerë ka pru, edhe me një transmetim 7 vetë që kam besu në dorë të Ebu Bekrit. Nuk ka ditë dorë kryq. Kthehet tash Islamin e kompranoi. Jo, me njëherë ka dalë dhe ka bo thirrje. Dhe i ka bo thirrje njerëzve të cilët kanë pas autoritet. Njerëzit e ngritur. Çka do të thotë kjo? Se ne nuk duhet të rrim të jemi të kënaqemi vetëm me Islamin, se ne kemi me Islamin tanë, se ne kemi pranu Islamin dhe jo. Pra ki Islam nuk u përhap vetëm nëpërmjet gojës së pejgamberit alayhi salatu wassalam. Por këtu ndihmuan dhe dhan kontribut sahabët e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Që do thot, njeriu besimtari nuk duhet të jetë i kënaqur vetëm me atë rrethin e vet të tij, por atë duhet ta përhape edhe të tjerët, siç e bëni Ebu Bekri. Me njëherë filloj. Prej këtij momenti Ebu Bekri më kur nuk jo ndaj pejgamberit alayhi salatu wassalam, në gëzime, në idhërime, në luftë, në paqë. Gjithmonë ka qenë me pejgamberin alayhi salatu wassalam, i pandamur. Dhe shifnja ishte i veçantë edhe në trimëri. Tha, në moment kur e pranoi Islamin, thash ishte numri nuk ishte shumë i madh. Mbasi e pranoi Islamin, kaluan disa ditë dhe tha,
pse ne nuk dalim ja Rasul Allah, ti thirim në Kabe, ta tregojmë dë vërtetën, ta shohin njerëzit. Pejgamberi alayhis salam thotë, është pak herët ja Ebu Bekr. Herët Ebu Bekr, i hershëm, hec, jo të rim, hecim. Tha ja Rasul Allah, ne do të dalim. E bindi pejgamberin alayhi dhe dulen në Kabe. Pejgamberi rin ulet para Kabes. Ebu Bekri qohet në kam dhe bën thirrje në Islam. Dhe thuhet se Ebu Bekri është i pari mbas pejgamberit alayhi salatu wassalam që ka bë thirrje në Islam haptas. Dhe për këti momenti e sulmojnë me kasit. Fillojnë njëherë i dërgojnë drejtimin, sulmin nga pejgamberi alayhi. Këj tregon trimëri, kur Hazreti Ali kur ka erdhur si halife ka thonë, a e dini se kush është më trimi, më gëzimtari? Ka thonë, ti ja Emirul Mu'minin, ju jeni. Aliut, ka thonë Aliu, po, është e vërtet se me cilin njëm ballafaqu, kam dalë di luftim, as njënin se kam lanë pa e zru në tokë. Të gjithi ka zru, e ka vra, trimiria e Hazreti Aliut. Por këtu, është një që ma kalon mu, ajo është Ebu Bekri. Është Ebu Bekri. Për tjetër, Hazreti Omeri, kur vjen si khalife, një dit e merë mali shumë për Ebu Bekri. Dhe ka qenë me njerëzit duke ndejt, dhe duke i këshillu, dhe u thot, a ka mundësi çdo njëri prej jush të bëne një dëshirë. Çka dëshiron? E dukush tha, unë dëshiroj të kiem pasuri shumë dhe të ndajnë rrugë të Allahut. Ai tjetri, unë dëshiroj që të kiem shumë kuaj dhe ti ushqej ata, ti mbaj vetëm për fi sebilillah. E kështu dëshiroj. E meri Erike dhe nuk i thonte se gjetë përgjigjen që e lim të aj. Atëherë i thanë, sikur nuk të knaqin këto përgjigjet tona, ja Emirul Mu'minin. Na trego, shka është dëshira jote? A keti dëshirë? Ka thonë, Hazreti Omeri, po, kisha dash që xhami të jetë mbushur me burra si Ebu Bekri. Kisha dash që xhami të jetë mbushur si kur Ebu Bekri. Tha, Hazreti Aliu, tha në momentet ku Allah ishte forcu Islami, ai u qu si luan dhe e mbrojti pejgamberin alayhi salatu wassalam. Kur nga tërë anët ishin pak numri muslimanëve. E dëmtuan atë shumë pejgamberin, atë Ebu Bekrin, sa i ratë fikt e kanë qu të pandjenja në shtëpi. A dini se dikur ma vonë kur ka ra në mend, pyetjen e parë që e ka bënë, tha, çka u bë me pejgamberin e Allahut? Si japin përgjigje. Këj përsëritën pyetjen. Atëherë nëna e ti tha, ne nuk dim, o Ebu Bekr për ta. Se dim s'ka është halli ti. I tha, nën të lutem, dëshkosh ke Ummu Gjemile. Kush ishte Ummu Gjemilja? Ummu Gjemile ishte motra e Hazreti Omerit. Motra e Hazreti Omerit, e cila e kishte pranu Islamin, por nuk e kishte shfaq. Nuk e dishin njerëzit. Dhe nëna e ti shkon atje, ke Ummu Gjemilja. Dhe i thot, kam erdhë të pjesë se gjalli im Ebu Bekri është shumë i mërzitet për situatën e gjendjes së Muhammedit birit Abdullahit, si është. Kjo e që ka thatë, kush është ai Ebu Bekr? E kush është ai Muhammed? Si njof. Pa, dhe njëherë njeri ka kjo do të marrë, kur është diçka e dyshimt, mbaj sekretin. Mos e përhap sekretin se s'dihet se qish mund tjetë përfundimi. Pa u buaj si kurt për diçka, mos alarmo. Dha kush është Ebu Bekri? E kush është Omeri? Ja, e kush është Muhammedi? Dhe haula. Ajo tha, Ebu Bekri është gjalli im, e Muhammedi është ai, shoku gjallit tim, i cili po thirrë besim në një Zot. Këta si njëp, ta bënd të më qësh ka i gjallit, dhe e merë, e
qonë ke Ebu Bekri. Jo, nana Ebu Bekrit Umu Gjemile. E qënë, dhe atëherë Ebu Bekri i thëtë, si është pejgamberi Allahut. Kjo shqiqon se di si një njeri që kër e përcjell situatën, e din të është, më në ndëgjën qire, të din, jo ta folë se kjo është nëna ime. Kjo e mban sekretin. Kjo e mban sekretin. Tha, ajo është mirë. Ajo është mirë. Tha, po ku gjindet? Gjindet në Darun Nedve, ati ku ka jo, ku të bohëshin musliman, që kishin një vend, një shtëpi ku të bohëshin. Dhe ajo, shkoj Umu Gjemilja, tash ki lipën të shkone të shofi pejgamberin a.s. Dhe i thot nanës së tij, të më qësh ke pejgamberi. Se unë nuk jam i rahat që pa pejgamberin a.s. dhe gjendjen e tij si është. Dhe këtu ishte momenti kur pranon islamin nana e Ebu Bekrit. Ajo dikur ma vonë, basi qetësohet rruga, situata, njerëz, nuk ka shumë lëvizje, e merr dhe e çon ke pejgamberi a.s. Dhe pejgamberi a.s. thuhet që këtu në këtë moment pejgamberi është qiu dhe e ka puth Hazreti Ebu Bekrin dhe e kanë puth edhe tjerët Ebu Bekrin. Tha, kjo është nëna ime, është shumë e kujdesshëm për mu. Ja Rasulullah, shumë është e kujdesshëm për mu. Shumë kujdeset mirë për mu. Po, thët, ende nuk ka besu. Pejgamberi bën një dua dhe ajo prej këtij momentit beson. Nana Ebu Bekrit. Dhe Ebu Bekri nga tërmëria e tij nuk mbet, kështu, thash, në dorën e këtij pra pranuan edhe shumë njerëz, sahab, islamin, nga thirrja që bënte ki dhe njerëz autoritativ dhe njerëz të cilët pejgamberi i përgëzoi me xhennet qysh në dunja. Një rast prej rasteve takohet, shkon ke një hebre jahudi. Ai ka qenë si rabin i njohur me Teuratin dhe u ka fol njerëzve për Allah. Dhe ki shko në gjej. Si kur ki ta pranon e islamin, krejt ato do ta pranojnë islamin. Mirë po shka ndodhi. Kur shkoj dhe i tha, ti fort mirë e din realitetin e të vërtetën, pse nuk e pranon islamin? A i vend që të pranon islamin, përgjegja ishte, filloj të nënshmoni Allahun. Po tha, cëllën zot të pranoj? A i cili është fukara? A i cili gërkon prej nesh? A i cili neve në kanë dalë kamatën e vetit ja ka leju? Subhanallah. Thët një ajet, thët, men yukridu Allahe qardan hasanan, fa yudaifu lahu adhafan kathira. Kush i jep Allahut uha. Dhe këto e kanë marrë këtë se Allahu kërkon uha. Allahut i duhen pare. Kush i jep Allahut, kështë bukfalë që këshu është, kush i jep Allahut uha, Allahu do t'ja fishone ati. Të na mund po unë do t'ke vinë si lë. Mirë po, pa e ditë se ku është qëllimi. Kush i jep në emën të Allahut fukaras. Allahu ka me ja shumë fishu. Ebu Bekri në këtë rast, që sa i but të regohet, ka qeni but, po në këtë rast sën ka dëru se e ka shaj Allahun. Pra i ka fuk iftira Allahut. Dhe e rok, thot, për fiti, e shtërëngon, thot, dikush, thot, me një transmitin qëtër, thot, im shon aq fort, sa që, thot, si kur mos kishim marveshe mes nesh, anë pushim, do të kisha mbit këtë orë miku i Allahut. Ai e ndihen vetën shumë të nëçmuar dhe i shkon ke pejgamberi alayhis salatu me u anku. Se kështu më ka bëhe Ebu Bekri. Kur e thirr Ebu Bekrin, natyra e Ebu Bekrit nuk ka qenë të arsjetohet. Kur së është arsjetu? E kam bëhe këtë këshën pëjgat. Sa e ka qenë dhe prus. Njëriu që punon nuk ka nevojë të arsjetone.
Ai që do të punone gjithmonë gjen alternativë. Jo punëtori gjithmonë gjen arsye. Dhe natyra e Ebu Bekrit nuk ka qenë për arsye. Sa ai gjithmonë ka lip alternativë. Veprone. Tipo në këtë rast, o dashtë arsye tonë vetë. Ka thënë ja Rasulullah, ki armiku Allahut e ofendoj shumë Zotin. I fugën i iftira Allahut dhe tha se Allahu është e ne jemi zengina. Dhe ai akati u mundu ta demantone këtë thënjen e Ebu Bekrit. Pasi va mërmendja, cilën do ta kishte besu pejgamberi, këta apo Ebu Bekri? Mi po për të vërtetu tash edhe për ne, Allahu zbrit ajet dhe thot, laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya. Allahu e ka ndëgju thënjen e atyre të cilët thënë Allahu është i varfër e ne jemi të pasur. Allahu ndëgjon gjithçka. Edhe ti kur nuk pëshpërit. Allahu të gjon edhe zënin e zemrës. Laqad sami'a Allah. Allahu e ndëgjoj. Edhe këtu thot e pastroi Ebu Bekrin. Allahu xhaleshanu nëpërmjet këtij ajeti. Ka tjera të raste shumë të ndryshme që Ebu Bekri nuk ka rrit dorë kryq në Islam. Ai ka ditë se çka vepron në Islam. Në këtë fe. Ai ka qenë shumë i vetëdijshëm se në cilën fe është. Një rast thot pejgamberi alayhi salatu wassalam përgatitet për luftë. Dhe u ka thënë kur është përgatit për luftë edhe kush sa ka pas mundësi ka sjell nga pasuria. Dhe Hazreti Omeri ka qenë ai i cili ka bërë gjithmonë gara me Ebu Bekr. Dhe jo gjithë sahabët kanë qenë të tillë që kanë ngaru. A e bëjmë edhe në një gjë të tillë, po dhe ne e bëjmë. Ata kanë garu për në xhennet. Ne garojmë për dunja. Ama garojmë. Kush dhe të ketë veturën më të mirë, kush dhe të ketë shtëpinë më të mirë, kush dhe të ketë dhe të dunja. Për dunjan. Jemi dashuru në dunja. Ata garojshin për në ahiret. Wasari'u ila maghfira. Ato bëshin gara për kush dhe të bëne punë që të meritone faljen e Allahut, maghfiretin e Allahut, wa jannatun, edhe xhennetet e Allahut të cilët janë të gjersa toka dhe qielli. Ata garroshin, ama ngarimi atyre ishte në për xhennetet e Allahut. Dhe ne, thot një dietar, thot Ahmed ibn Hanbali, thuhet se ka thënë, 50 vjet Allahut i kom bo adhurim. Dhe nuk e ndiva ëmbëlsinë e adhurimit. Derisa nuk u largova nga 3 gjëra. Derisa nuk u largova nga të bëri qef njerëzve. Për hatër, tja mos ja prishi, mos ja bëj hatër. Pra derisa nuk u largova nga të bëri qef njerëzve dhe fillova ta them drejtën, të vërtetën. Fillova të ndi ëmbëlsinë e ibadetit, e dita. Derisa nuk u largova nga shoqëria e mëkatarëve dhe hina në shoqërinë e bëmirësve, fillova ta ndij lëmët e për ëmbëlsinë. Dhe e treta, kur e lash ëmbëlsinë e dunjas, e gjeta ëmbëlsinë e ahiretit. A mund ta gjejmë ne ëmbëlsinë e ahiretit? Vetëm atë kur ne lajmë ëmbëlsinë e dunjas. Ne jemi të lëshuar tash për dunjan. Edhe për atësën e gjemat ëmbëlsinë e ahiretit. Dhe këtu Ebu Bekri vin Hazreti Omeri, kush nga sahabet, kush sa ka pas mundësi, e Hazreti Omeri vin me një pasuri shumë të madhe. Dhe Hazreti pejgamberi alayhi salatu wassalam thot, o Omer, e çka ju la e familjes me krejt këtë pasuri që ka erdhur? Çka ju la e familjes? Ka thënë edhe që ka që ja Rasulullah.
Sa kompru edhe që ka që 50. Shumë qa. Pjesh. Di prese 500 për në duket. Shumë. 50. Edhe Ebu Bekri, Hazreti Omeri, sikur, kur e ka thënë këtë fjalë pejgamberi a.s. Ki sikur të tashma e arrita kënaqësinë e pejgamberit. Kur arrin kënaqësinë e pejgamberit, ka arrit kënaqësinë e Allahut. Edhe pak, sikur jo është bo qefi. Kanë di vete si krenar. Me një vepër të mirë, edhe duhet, për veprat e mira, duhet jesh krenar. Dhe ja vjen Ebu Bekri me një pasuri shumë të madhe. Omeri aty e shigjon, thët, o Ebu Bekr, pasi bën dua për ta. Thët, e qka ju la e familjes? Qka me ndonë? A thua, u kalon 25%, apo u kalon 30%? Terektullahu wa rasul. Valash Allahun dhe pejgamberin. La ilaha illallah. Pa ka gjo më të madhe që familja jyte ta ketë Allahun dhe pejgamberin? Që duhet pasuria kur ata s'kan zdin gjë për Allah? Qka i duhet pasuria djalit tënd, fëmijët tënd, kur ai nuk e njeh Allah? Se din ku është. Ai shumë shpejt ai ka me hubat. E lash Allahun dhe pejgamberin. Dhe për këti momentit, Hazreti Omeri tha, unë ma kur nuk garoj me Ebu Bekrin. Ja, së nja kaloj. Ashtë e pa mundë. Dhe për hirtë kohës, unë nuk do të vazhdojnë në këtë aspekt alat foli, do të kalojnë në periudhën e tretë, në momentin kur u afru vdekja pejgamberit alayhis salatu wassalam. Sahabet nuk mund të paramendoshin jetën pa pejgamberin alayhis salatu wassalam. Ata nuk e kishin qartë si do të falen pa pejgamberin. Si do të hinë xhami kur pejgamberi se ka. Ata ishin mësu gjithmonë ta shohin pejgamberin. Ata ishin mësu katë kthehen takon me pejgamberin. Ata kur dilshin për rrugë një herë përshëndeteshin me pejgamberin. Kur ktheheshin ka rruga, i pari që ishte pejgamberi përshëndeteshin. Për çdo gjë që duheshte konsultoheshin me pejgamberin. Tash se kishin qartë, nuk e kanë pejgamberin mesin e tyre. Ishte shumë gjë e rëndë. Hazreti Ebu Bekri në momentin kur pejgamberi ndron jetë, ai nuk ka qenë prezent aty. Shtëpinë e ka pas në periferi. Dhe normal është marrë ai me tregti. Dhe kur i tregojnë se pejgamberi ka ndru jetë, vjen me shpejtësi të madhe. Dhe i shef muslimanët të hutuar një pikën e fundit. Omeri ka nxjerr shpatën dhe thot, ai që thot se ka vdek pejgamberi, i përfundon krija e tij në shpatën time. Pejgamberi nuk ka vdek dhe nuk mund vdesë pejgamberi. Pejgamberi ka shku, a gjithë si shkoj edhe Musa të marrë Teuratin. Dhe mundoheshte Omeri. Nuk mundin, ata kishin dalë mo nga këmisha e vete, së ne pajtojshin vete se pejgamberi mund të vdesë. Erdhi, pa thënë asnjë fjalë. Hazreti Aliu kishte hinë në dhomën e vete, me Hazreti Fatimen. Hazreti Othmani ishte largu nga turma dhe rinden mendime. Omeri vetëm nxjerrte zjarr nga goja. Kush thot se ka vdek pejgamberi ja preskrin. Abu Bekri me gjuria e tij hin ke pejgamberi alayhis salatu wassalam. E përqafon. Tha i bukur ishe në jetë, edhe ma i bukur je i vdekur. E përqafon fort dhe del. Kur del në masë,
Kishtë mundësi edhe kitë shkone. Ama nuk duhet t'i hiket përgjithësisë. Muslimani nuk duhet t'i hiket përgjithësisë. Kisha mundësi t'u thamë, edhe sot vazhdoni, unë së mbi. Ose, kishit mundësi edhe ju mos jeni këtu. Ama ju e zgjo dhe të jeni këtu. Se ishte momenti kur ishte që tini ju këtu. Ebu Bekri, edhe pse e pa turmën, kishtë mundësi për shembull të kaloni një kohë, qetësohen, masandej, si të lash ma vonë, atë nuk je Ebu Bekr. Ti lash ma vonë, si Ebu Bekr. U mundu të ndalone Othmani, atë Omer, qetësohu Omer, ai nuk ndëgjon. Pra njeriu të ka dhe njëherë del nga ki kozmos, edhe pse është aty mbrenda. Nuk ndëgjon. Allah dhe kthehet. Ju thot njerëzve, u folën tash Ebu Bekri. Të gjithë njerëzit kthehen nga Ebu Bekri. Dhe hipën mimber dhe thot, o besimtar, o ju që keni besu Allahun dhe pejgamberin, ai që besoi pejgamberin Muhammedin alayhi salatu wassalam, ai ka vdek. Pejgamberi ka vdek. Por ai që adhuron Allahun, beson Allahun, ai është gjallë dhe nuk vdes kur. Ta ndëgjojnë. Ai është gjallë dhe nuk vdes kur. Pejgamberi ka vdek, tash të thot kënd. Kush e thot ka vdek pejgamberi? Njeriu më i dashur i pejgamberit. Ai është gjallë dhe nuk vdes kur. Dhe tha ajetin që thon sahabët dhe Omeri i pari tha, sikur qatë moment kishte zbrit ajeti, se kisha haru se ki ajet ka zbrit. Kurse qatë moment, krejt sahabët nuk u ishte kujtu ki ajet. Vetëm Ebu Bekrit. Oma Muhammedun illa rasul, kad khalet min qablihi rusul. Muhammedi nuk është vetëm se një pejgamber. Si të gjithë pejgamberit që kalun para ti, e fe imate, nëse ai vdes ose vritet, ju çka do të bëni? Do rebeloheni? A do të rebeloheni? A do të ktheheni prapa gjë ku keni qenë? Thot atëherë, thot, vallahi, thot, e kuptova, tha, Ameri, se kja jetë kurse tash po zbret. Dhe u pajtu unë, sahabët. Në momentin tash, me vdekjen e pejgamberit u pajtu unë krejt. Edhe pse ishte shumë e idhët, por ishte realitet. Kush tash do ta zëvendësone Muhammedin alayhi salatu wassalam. Perioda e treta, khalifati. Ende pa e varos pejgamberin alayhi salatu wassalam. Që do të thotë, shumë me rëndësi ka të bëne udhëheqësi në islam. Nuk mendohet një shoqëri pa udhëheqës. Një shoqëri që është pa udhëheqës është si një tru pa krije. Nuk dalë të votoj. Ja, sa votën. Jo, duhet. Thotë se, edhe nëse janë dy vetë marrin rrugën për të thu dikund, janë veç dy. Njani pa tjetër të prine. Njani duhet tjetë udhëheqës. Nëse dy vetë janë duke falë namazin, nuk lejohet njani të falet vetë qetri vetë, tek a tek. Njani pa tjetër tjetë imam. Pa tjetër dale. Slip nuk pranohet namazi. Individualisht. Edhe për atë, tash nëse jemi tash në sa kemi kalu ala këtu në Gostivar së zdjetë e brule, thot edhe vota që ipet, ke kujdes. Nëse ipet pa e mendu, pa e kujtu, pa u mendu, është një gabim. Po nëse ipet për interesat ngushta, është pa drejtësi. Por nëse ipet për interesat e shoqërisë, për të mirën e shoqërisë, është sadaka.
Vë që të letrën që ke fut, bo sadaka. Po edhe bire sadakatul gjarije, sadakaja e rrjedhshme. E tash duhesh të zgjidhet, ende se është tash pejgamberi. Nuk guxon shoqëria muslimane të jetë një periudhë, qoftë edhe një orë pa krije. Se trupi pa krije është i vdekur. E tash duhet të zgjedhin një udhëheqës. Dhe shkuan. Do të thash si erdh deri në zgjedhjen e Ebu Bekrit. Edhe para ka pas qajtore, si tash qajtore që i kemi ne, rreth xhamisë së pejgamberit alayhis salatu wassalam. E një, ata janë fshitash, s'janë më ato, veçëm njëna që ati ku o zgjedh Ebu Bekri vazhdon të jetë, po si mjetë nuk patëm fat ne të shofim atë gjithë që ishin, mesin tonë këtu që ishte edhe Arlindi, Haxhi Arlindi, nuk e pam për shkak se bueshin punimet. Bële, edhe kalojshim, andi kalojshim ne. Dhe ajo është ka betë, tash që bëshin pak e modernizojshin. Në atë vend që në ledh, ajo është pak larkë për shpis pejgamberit, ku se pejgamberit janë varos që ati ku kanë vdek. A i ka vdek në shpijen e Hazreti Aishës, në odën e Hazreti Aishës. Dhe për ati mund të kjetë një 500 metre dikundi, mos gaboj 300 metre. Dhe Hazreti Omer, thëtë se Hazreti Omeri e paska o ngri dhe ka thanë, ai më meritori që meriton të jetë udhëheqësi i muslimanëve, Ebu Bekri realitet e ka thënë, më meritori që meriton të jetë udhëheqësi i muslimanëve është Omeri ose Ebu Ubejde. Të di kanë qenë me kasë. Dhe u ka thënë se pejgamberi alayhis salatu wassalam të qenë gjallë ka thënë se udhëheqësia ju takon muhaxhirëve, me kasve. Do thotë nga që kanë ra me dinasë. Ma ka bo me di. Pejgamberi ka thënë se udhëheqësia u takon. Dhe dhe njëni për këtive. Omeri, qohët. Tha si mundet, o bura, tha. A ka dhe një burë që mund dale para Ebu Bekrit? Kur pejgamberi alayhis salatu wassalam është falë mbas Ebu Bekrit. Po nëse unë duhesh t'jem ai pris i muslimanve, do të me mronte pejgamberi mu si imam i xhamatit duke qenë që gjallaj. Do të mirte mu si shok në hijret, shokun e hijretit. Dhe i banë që këta. Kjo ishte edhe këtu kretë unanimikisht e kam pranu se Ebu Bekri meritan tjetë udhëheqës. Me një rivajet tjetër thua se një grup, se jo bo me njëherë grupacione, një grup ka thonë, jo, e meriton të jetë khalife i Resulullahit, zavenci i Resulullahit, Hazreti Aliu. Por shkak se Hazreti Aliu rrit në shtëpinë e pejgamberit dhe ai është dhëndri i pejgamberit. Këtu na jep një shenjë, na jep një dije se si duhet zgjidhet udhëheqësi. Të parin, do thot, i pari i shoqërisë duhet ta zgjedhin ata më të mirët, ta zgjedhin më të mirin. Të mirët ta zgjedhin më të mirin. Hazreti tha, a mu më zgjidhni se unë jam dhëndri i pejgamberit? Tha, Hazreti Osmani ka përparësi se është diherë dhëndri i pejgamberit. Hazreti Osmani si thonë, ti duhet. Hazreti Osmani tha kështu, tha, po të kisha unë merita ma tepër se Omeri, pejgamberi nuk do të thonte se si kur të kishte pejgamber mbas meje, ai do të ishte Omeri. Në të si unë para Omerit. Omeri tha, nëse unë, si mbas jush e meritu këm udhëheqësi, atëherë Allahu do të përmendte mu në Kur'an, kur e përmendja thani ethnejn, njëri prej dive që kanë qenë me pejgamberin,
Dëm emron të mu të fali namazin me ta. Imam, ka pas rast pejgamberi kur ka qenë i smut, Ebu Bekri ka dal, ka thonë, thuj Ebu Bekrit në dale imam. Ka dal imam, ka hi pejgamberi. Kur e ka pa Ebu Bekri se po vjen Hazreti pejgamberi a.s. ka dash të lëshoni mirabin. Ka thonë, vazhdo namazin. Dhe pejgamberi o fal ulet mbas Ebu Bekrit. Dhe këtu e merr besimin Ebu Bekri dhe këtu me një herë thot, unë kur nuk e kam ëndru të jem udhëheqës. Kur as edhe me zemën nuk e kam dash. Kur unë nuk kam zgjedhë si jam më i miri se ju. Po ju më keni ngarku me këtë detyrë. Nëse unë punoj si mbas urnave të Allahut dhe të pejgamberit, ndiqni. Kur unë do të kaloj nga urnat e Allahut dhe të pejgamberit, më të rriqni vrejtjen. Kur unë, nëse nuk tërhiqem nga ajo rrugë, largoni nga unë. Mos më bëni tabi, mos vini mbas mi. Dhe për fund, Hazreti Omeri, Hazreti pejgamberi, mendoj Hazreti Ebu Bekri, edhe se u bo si khalife muslimanit, i muslimanve, nuk e ndryshoj mënyrën e jetesës. Ai prapë ishte qështu i devotshëm. Por ndryshoj diçka tjetër. Tash u bo ma vendimmarrës. Ma i vendosur, që këtë cilësi e kishte Hazreti Omeri. Koni pejgamberit Hazreti Omeri i thonë, pse ja Rasulullah mos e bëjmë këtë? Pse mos e bëjmë atë? Pse mos e bëjmë shumë? Pse do thotë kështu ishte. Ebu Bekri gjithmonë të rinte i qetë. A dini pse? Se kishte kush mirë të vendime. E tash kur i erdhë në krije këti të marrë vendime, e tash, mos i rinë babës në krije ti tash, se ajo është, kur do të vine ti, ta udheqesh familjen, atëherë ti, mos u boni but. Se nuk don udhëqësia vetëm butësi, don vendosshmëri. Tash, e kundërta u bo. Tash Omeri shpesh herë i thonë të Ebu Bekrit, mos Ebu Bekr, pak ma butja Ebu Bekr. A i tha, jo, valla, jo. E qish ishte? Minjen me vdekjen e pejgamberit a.s. u rebelizun shumë njerëz, shumë të cilët thushin se jemi musliman. U ban tulën shumë pejgamber të rejshëm. Ja, dhe dolën njerëz për shembull që u kthin prap në fen ku ishin. Dhe grupi i tretë ishte ata të cilët refuzuan zekatin. Tha, ne jemi muslimanë, me zekatin nuk e hapim. Se zekati kishte të bëne vetëm në kohën e pejgamberit a.s. E çka tha Ebu Bekri? Tha, une, ata që të cilët bëjnë dallim mes zekatit dhe namazit, kom t'i luftoj. Një pikën e fundit. Ata të cilët thot, nuk e hap, që e kanë dhënë edhe një kërpesh, një litar, në kohën e pejgamberit, e tash e refuzojnë, nuk e hapin, kam t'i luftoj. Atë që këtu tha Omeri, tha, mos Ebu Bekr, punë pak ma i but. Ta shofim pak ma të tjetë qomë që të qka jetë, se ishte shumë problemi matë. Perandoria, këto romake dhe bizantine, këto vesh ishin qu, pesh ishin qu, kundër muslimanve. Thash, jo shumë gjendja, shumë është kaose, shumë e keqe. Edhe nas ta i shpallim luft këtimve, tha se kemi hallin. Tha, vallahi, tha nuk i laj pa i shpall luft. I vendosët. Dhe e bani. Ishtë një grup të cilët u kthin, i përqafun ato pejgamberët e rejshëm. Mrenda një vit i kish katroj këto. Dhe shumë nga ato që u rebelun, u kthin prap në islam. Ama ku ishte gjë? Ishte vendosshmëria, duhet t'i ishi vendosëm. Jo labil, as ka problem. Gjali, vajza, ja, duhet. A ti ku është haku? Duhet t'jesh i vendosë. Jo, deri këtu ku ka kufi. Kemrin kufi s'lishon baj pa pasaport. Ama nuk kom qeva, be lete se ke qeva pasaportën. Ola, tu, bir, deri këtu. Vajz, deri këtu. Bi, deri këtu. Grue, deri këtu. Thoshin pleqet, dikur burat kam bajnë musteqe.
Dhe kur ka dash të marrin një vendim, vetëm i kanë rretullu musteqe. Dhe çdo gjë ka marrë fund. Tash kemi bura me musteqe, por i kemi pak kështu. U bo grue, s'ka problem. Te poshtë, nuk ka më kështu. A zeti e megme? Dhe, po në atë ko, jo merita tjetër që kishte, që meritonte, që duhet të përmendim sot në lidhje me Ebu Bekrin, a i tha ushtria Usamës. Ishte një gjalliri ki Usamja, të cilën e bëni pejgamberi pris të ushtrisë dhe e çoi për ke persët, që të luftoni me persët. Mirë po, kur ato u përgatiten për dal nga Mekja, u keqësu gjendja e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Dhe ato u ndalën, u kthin. Mbasi e varrosën pejgamberin alayhis salatu wassalam. Tash Ebu Bekri riorganizon këtë ushtri, po me krijeta, me atë komandant, edhe pse i ri, por pejgamberi e kishte zgjedhë tillë, thotë duhet shkojnë. I thanë sahabet, ka dale, se si kemi hallin ne tash, ne qetësohet pak situata. Jemi tash ja duhet luft me këto, me këto rebela tjerë, me këto që kanë dalë pejgamberat rreshëm, me këto që nuk e hapin zeqatin, kemi probleme. Ja, tha këto duhet shkojnë atje ku i zot pejgamberi. I vendosmëri. Dhe ai u nisën. Me këtë ushtri, dhe me ushtrinë e masandej i përforcoi me Khalid ibn Walidi, i tronditën themelet Ebu Bekri, por a di sa ka zgjat kalifati i Ebu Bekrit? Vetëm 2 vjet e 3 muaj edhe ditë. Por kaq kohë ai trondit i pin bazë themelet e di perandorijeve më të mëdha. Këtë e bëni me vendosmëri. Dhe tjetra, merita tjetër është se në kohën e Ebu Bekrit u të bu Kurani. Por kjo ishte me propozimin e Omerit radiallahu anhu, se në luftën e Yamamës u vran shumë hafizat Kuranit dhe Omeri i propozoi dhe kjo e bëni e mlodh Kuranin në një musaf. Dhe si që tash në fillim, ki vazhdoj të jetë modest, edhe basi u bo prisi muslimanve. Ki para se të bëhet pris, shkoj ke një shtëpi ishtë në periferi, që ishtë një grue e plak me fëmijë jetim, dhe thuj se ajo kishtë jenë edhe e verbur, ki shkoj ke va mil të delet, va pastron të shtëpijen, va bën të ushqimin, dhe dilte. Kur mur vajza, njëna nga këto vajzat e vogla, kur mur vesh se ki është bë khalife, këtha, kush na mjele delet? Ma kis na mjel delet? Tha, po, unë pa mjel delet. Edhe kur shkonte u thunte, a dën ti mjel me shkum a pa shkum? Delet. E të amli se kur bëhet me shpërdhejt, ajo bën shkum. A me shkum a pa shkum? Do të plëtson të qefet. Dhe këtë nuk e din të kërkush. Omerit ju kujtu, se ka që, më bënë është, ajo kujtua, më të kush tjetër ka shku para. Edhe, kush ka në gje? Kur shep? Këtë regull, se dim, vinë një njeri se dim, kush është? Allah, edhe ki, ta shof kush është ki njeri, një dit për ditve, vendosën ta përcjelle, kur Ebu Bekri dil nga xhamia, namazin e sabajt pas ka shkuatje. Basa ndë jo nisë me trektit mirët, me sende tjera. Edhe ki i vëndohet bas kur shkon, kur hin, kur e shef se ki shkon ka e shpi. Edhe i shka thot, be Ebu Bekr, sa problemu ke qela time që do të binë bas teje. Kush mund të bëne, cëli kretar mund të bëne ka. Sa problemu ke qela tire që binë bas teje. Dhe një rast nga devotshmëria e madhe që ka pas edhe pse ka qenë sekretar, thot Hazreti Omeri, e pash duke qaj. Se qanë tha,
i pas kam pru një gotë ujë, po me mjaltë. Ebu Bekrit. Dhe ki kër e pas ka shiu, e ka pas është me mjaltë. Shivjen që ka pa. Tha pëse qanë, tha, isha një dit me pengamerin. Aj për her ka qenë me pengamerin. Isha një dit me pengamerin. Edhe pengamerin e parë si kur e refuzon diqka. Jo, me dorë edhin kur e refuzon. Tha shja Rasulallah, e qka bëne, qka refuzove, se unë s'nuk pash asgjë. Unë nuk pash asgjë, ti qka refuzove. Tha mu paraqit dynjaja, me të mirat i saj, dhe unë e refuzova. Pastaj mu këthi, tha ti më refuzove, po ato që vim bastije së në shputoj nga unë. Ti më refuzove, po ato që vim bastije, ato së në shputoj nga, edhe për atë jom qaj, unë jom bas për nga merit, unë së në kom shputu nga dynjaja. Pra këto ishin pika qkurtë në lidhje me jetën e Ebu Bekrit. Ne s'mund bëjnë Ebu Bekr. Po inshallah kemi marrë diçka mësim nga jeta e Ebu Bekrit. Paktën ti ngjasojmë atij. Allah ju shpërbleft, Allah ju nderoft. Ma bëni halal pak se ju mora kohë inshallah. Zoti na takon në takime tjera inshallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.